طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kemi tek libri I Ibn Qayyimit Al-Jauziyja rahimahullahu taala me kësia pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kemi arritur tek hurmat arabe të freskëta. Ibn Qayyimi tani trajton disa pemë dhe disa perime, efektet e tyre të mira apo shëndetësore, po edhe rreziqet që janë nga ushqimet. Kemi arritur tek hurmat arabe të freskëta. Hurma ka lloje të ndryshme të hurmave, plot ka lloje. Na qëtu njëherë në Kosovë i dim sa lloje na kanë ardhur, e lemo në Arabi për shembull me shku. Plot she hurma të ndryshme apo. Ka hurme axhve për shembull, që ka përmend pejgamberi alayhis salam, kushdo që I han thot 7 hurma në mëngjes, atë ditë thot nuk e rrok as sihri e as çka helmimi. Sidomos kur të martohen vllaznit apo dhe motrat tona, gjatë ditës martesës është mirë me I përdor këto hurma, sepse ka njerëz ziliqar, ka njerëz hasetçi, mund me bo sehr, magji, mund mësysh mira apo gjëra të ndryshme, e për atë arsye është mirë me I përdor këto hurma. Shebi Mbazi thot edhe hurma tjera, po më mënyrë specifike e merr axhven 7 hurma I përdor mëngjes, më thon tan ditën je I mbrojtur inshallah taala prej sihrit, do thot edhe prej helmit. Zakonisht ndoshta I keni po kur martohen, shkojnë e rujnë vecin, e rujnë vecin edhe I thojnë nusës mos hen veci. Se zakonisht sihri magjit bone për vendet e fleqta. Edhe në I ziliqar hin në veci edhe në veci e bon sihrin. Edhe shkon nusja e shkel, apo ko e diona edhe e kap sihri. Në atë arsye janë ndalojnë nusës me hin veci. Po si do qoftë, nëse hin me bismillah para se me hin që thuhet duaja, edhe I merr, dhe më thonë këto mjetet mbrojtëse 7 hurma, me letë Allah të ki më koni mbrojtëm inshallah taala. Nëse hin harame në muzika, në zhveshje, ko e diune, është ma problem sepse e ki afër shejtanin, nuk e ki afër mu me lajkën. Allah subhanahu wa taala. Nesai dhe Ibn Majah sjellin në synenet e tyre hadithin prej Aishës radhiyallahu anha se pejgamberi sa ka thënë: hani thot hurma të freskëta të shoqëruara me hurma të thata. Ka të freskëta edhe ka të thata. Apo thot përzini të dyat. Sepse kur shejtani e sheh birin e Ademit tek hurmat e freskëta bashkë me hurmat e thata që pi han, çdo kur e ki shejtanin subhanallahu. Shejtani xhelozon. Njeriu e xhelozon. Qysh në fillim kur u kriju Ademi alayhis salam prej Allahut azza wa jall, shejtani ka xhelozu ndaj nesh. Se ka qenë 27 kut, ka qenë njeri 30 metra I gjatë Ademi alayhis salam. Në formën më të mirë ka bo Allahu azza wa jall. Dhe shejtani u ka afru prej dhëut e ka bo Allahu njeriu, ndërsa shejtani prej zjarrit, apo patym ajo nal që është e zjarrit. Edhe kur e ka po, xhelozia I ka një për një herë. Për atë arsye armiqësi të madhe ka shejtani ndaj njeriu. Çka thot shejtani kur ta sheh robën e Allahut apo njeriu kur tan hurma të freskëta dhe hurma të thata, thot biri I Ademit vijon të jetë aq sa po ha të rejat dhe të vjetrat bashk. Çfarë do të thonë po jeton ky? Do të thonë pi han këto gjëra edhe po ka kënaqësi në këtë botë, mirësi. Pastaj hadithi tjetër thot, sipas hadithit tjetër, hani hurmat freskëta të shoqëruara me hurmat thata, sepse kur e sheh birin kur e sheh birin e Ademit shejtani, tek hashtu thot biri I Ademit ka jetuar aq se po ha të freskëta dhe vjetrat bashk. Ka jetuar gjatë, domethënë në një aspekt që pi ha këto hurmat, se hurmat me I studiu, që I kanë studiu shkencëtarët, shumë elemente minerale të mira ka. Për atë arsye dhe pejgamberi sa çfarë ka thonë me bo me hurma me qel iftaren. Sepse ka edhe sheqerna, ka atë energji t'jep realisht. T'jep energji që tan ditën t'jep pa energji kur ta përdor ato. Dhe ujë zemzemi ti pak a shumë je I lehtë, pse sepse është namazi.
kur ti nuk e prish, shkon direkt namaz, pa e prish, menja shumë shkon të kushqimi, apo? Dhe për atë arsye është mirë me prish njëherë, me hurma dhe me ujë, po qoftë dhe ujë jo zemzem, nuk ka problem, edhe pastaj me hin namaz, pas namazit pastaj ulu në tavolinë dhe ha sa ke nevojë, apo? Thot, disa mjek musliman komentojnë se pejgamberi sa i urdhroi muslimanët të hanë bashk hurmat e freskëta me ato të thota dhe jo hurmat jeshile me hurmat e thota. Hurmat e freskëta janë të ftohta edhe të thota, thot, ndërsa hurmat e thota janë të nxehta dhe të lagshta. E kështu ato asnjë nësojnë njëra tjetrën. Ne kemi thonë që duhet mi përdor dy gjëra të kundërta që me pas në trupin e njeriut një balancë, apo? Qa kemi thonë, qa thë Ibn Kaimi, kur ta përdorim, dhe me thonë, shalqinin, qa me përdor në anën tjetër? Hurma me përdor. Kjo e thot, kjo e lëngsht. Të ftoft edhe të nxehtë, bravo. Dhe me thonë, me gjithë një lloj me satarije. Jo dy të ftofta me qenë, apo dy të nxehta, apo dy të thota. Po me pas një lloj balancin në trupin e njeriut. Nga ata tjetër, thot, nga ana tjetër, hurmat jeshile dhe hurmat e thota janë të dyja të nxehta, ndonse hurmat e thota janë më të nxehta. Sipas mjekëve, është e këshillueshme që të shmangësh ngrënien e dy llojeve të ushqimit kur të dyja janë të nxehta, që shton, apo dy janë të ftofta. Sikur ti shikojmë në këto gjëra, gjitha në ushqime, nuk kishin me ndodhë gjithë të smundje që po ndodhin tani të muslimanët. E keni po për shembull qafirat, është 80 vjet, edhe i këshyrë në detaje ushqimin e këshyrë. Ka sport, ku e diune, vitaminat, sen, edhe s'ta qënë mollin që i ka 80 vjet. Pse e këshyrë organizmin. A qafer është? Na prej fese kemi me këshyrë. Se trupin e kemi emanet, Allah na falt. Po na pim shaj. Ta qit një bukë që aty, një copë djath të sharit edhe a i varë, edhe një qaj të rusit, një bukë e hajsh. Edhe e nxehtë ajo, mirë, edhe ajo të knaq mirë, ta knaq luktin, ta knaq mirë trupin. Edhe mas një 15 minuta bjen në gjumë, që atër ka pak ekip trupin tëtë. Normalisht, kërmetar gjitha smundjet pastaj, apo fatkeqësisht. Hurmat e freskëta janë të ftohta dhe të thata, ato i bëjnë mirë gojës, mishit, dhëmbëve dhe stomakut, lukthit thot. Megjithatë, hurmat e freskëta nuk janë të mira për krahërorin dhe mushkrit për shkak të ashpërsisë së tyre, ato janë të vështira për të tretur dhe nuk kanë shumë vlera ushqyese. Bukur. Tash i kemi hurmat jeshile, pastaj i kemi edhe vezët. Çfarë bëjnë vezët dhe hurmat jeshile? Në Sahih shënohet se kur pejgamberi sa me Abu Bekr dhe Omeri ishin një herë për vizitë të shtëpia e Ebu Haytham ibn Tayehanit, ky i fundit i nxori një vile me hurma. Vile, domethënë, kështu, si rushi që është. Kalavesh, bravo. E cila është ngjashme me kalaveshin e rushit. Thot pejgamberi sa tha, shumë të mira janë ato si kalavesh do hurma, s'pedi ai keni vret, shumë të lezetshme janë. Thot, pse nuk zgjohet ca hurma të pjekura për ne? Thot Ebu Haytham ju përgjigj, unë doja që ju t'i zgjidhnit vetë si të dëshironit, jeshila apo të pjekura, cilat dush, merrni. Hurmat jeshile janë të nxehta dhe të thata, thatësia atyre është më e madhe se nxehtësia atyre. Këto lloj hurmash përthojnë lagështinë e tepërt, mbështjellin stomakun, qetësojnë zorët edhe japin shëndet gojës. Këto janë hurmat jeshile. Tash i kemi për vezët. Çka ka, domethënë, efekte të mira veza, që na i përdorim gati çdo ditë, apo? Vezët e freskëta janë më të mira se ato të ndenjurat. Thot, dhe lloji më i mirë i tyre është veza e pulës. Më e mira është veza e pulës. Autori El Kanun thot, e verdha e vezës. E verdha, jo e bordha. Thot, është e nxehtë dhe e lagësht. Ajo është e shëndetshme për gjakun, por nuk është ushqyese. Është e shëndetshme për gjakun, po jo që t'jep ushqyeshmëri. Ajo tretet shpejt nëse është ende e butë. Në atë kundërtën, thot, ma mirë me përdor, thot, të bardhën, apo se ka proteina, ako e dione, ajo ka yndyrna, diçka në këni, realisht është e verdha e vezë, është e mirë. Dikush tjetër ka thënë, e verdha e vezës qetëson dhembjet. Thot, pastron gurmazin dhe traket. Qetëson kollën dhe i kuron ulqerat, thatin lukth. Në që ajo veza, që ajo verdha e vezë. Në mushkëri dhe po ashtu, mëlqi edhe prostat. Autori Kanunit përmend vezën ndër ilaqet edhe të zemrës, apo
Thot, përveç kësaj ai thot, e verdha asaj ka një ndikim të fortë në forcimin e zemrës. Për në subhanallahu, çdo herë po them, para sa sheku Ibn Kaimi këtë i ka cik. Sigur më konë ai doktor, a ky dietar i fesë. Këtë gjërat i ka studiu, subhanallah. E verdha e ves ka 3 dobi. Ajo kthehet shpejt në gjak, tretët shpejt në gjak. Nuk krijon shumë jashtëqitje dhe gjaku që krijohet prej saj është i lehtë, i ngjajshëm me gjakun që ushqen zemrën. Bukur. Tash e kemi qepën. Kepa. Apo basali thënë arabisht. Ebu Davudi në Sunenin e tij sjell rrëfimin prej Ajsës radhiyallahu anha, e cila ka thënë, kur u pyet për qepën, tha vakti i fundit i ushqimit që hëngri pejgamberi sa përbante qep. Përbante qep. Mirë po, kur të hajmë kep, pa e zi dhe hudër, pa e zi, është problem me shku në xhami. Kështu që nuk bën me shku në xhami. Po pastaj po shkoj jo. Po alhamdulillah, shkencëtar, njerëzit që i kanë hulumtu këto gjëra për me hek atë erën e qepës apo të hudrës, është mirë me përdor karanfil. Karanfili që të një grimcë, një thelb karanfil që të vendose në gojë dhe ta hek e neutralizon erën dhe shkon me letë Allah subhanahu wa taala në xhami pas një problem. Para mendo, qepa nëse ti e han, pejgamberi sa ka thënë mos t'i afrohet xhamive tona. Qepën. E nëse dietar tash e kanë komentu, nëse qepa si ushqim i lejuar që është, nuk lejohet me shku në xhami, po nëse pin cigare të vjen era e cigares, vjen era çarapave, të vjen era, ku e di unë, era keqe të vjen. Djerë se selën çka i bjerë kjo mesele? Për gjërat e lejuara, po të thot nuk lejohet me shku në xhami. Për cigarën, nuk e ka ndonë që nuk lejohet me pi cigarën, apo nuk lejohet heq me pi. Edhe që kanë bo një lloj krahasimi mes kepës edhe këtyre hudrës edhe cigarës. Pse? Sepse aty prezantojnë me lajket vllazni në xhami. Kur prezantojnë me lajket, ti nëse me lajket i shqetëson, i bie që edhe njerëzit i shqetëson në jetën kohë. A keni vërejt në herë vllazni, për shembull dikush më herët që u kon kur keni rënë sejdë aty era çarapave që i vjen në tepi. S'mush mu koncentru në namaz, subhanallah. Ma shpejt e hekish kokën prej tepiut. Bile unë kom pas raste, shtu një të afërm, qa që vezëseli i madhe, shetani e bon vezëse, subhanallah. Nuk e qitë ke kryt në sejde. Ja bëj ke kështu, qështu që ja bëj ke. Qështu ja bëj ke, qështu e qitë ke kështu, që mësë më marrë vesh tjertë me po këpëtan. E kur e poshtë është qitë e marrë, ja bë, thasë se qesën. O në thash, merë një se gjade bile, o të thash, merë një se gjade, se ka pleq që i marrë një se gjade dhe në vezëseri, kjo a tepërt është. Kjo është e tepërt, se gjami tona, alhamdulillah, jenë të pastër ta. Veç krahasoni vllazni xhamit tona me kishat. Wallahi misë janë xhamit tona. Pastërtia, nivel është xhamit tona. Alhamdulillah. Se pastërtia është prej pjesë imanit është pastërtia, apo. Pastaj thot, në dy sahihet vjen gjithashtu hadithi që tregon se pejgamberi sa më ndaloi hyrjen në xhami për ata që sapo kanë ngrënë qep. Qepa është e nxehtë në gratë të tretë dhe ka lagështi të tepërt. Ajo thot i lufton pa pastërtit, edhe thot i lufton gazrat e nxehta në stomak. Gazrat, për dini, apo i ndalon edhe i lufton. Kush? Qepa. Ajo stimulon epshin, të nxit epsha, po kur është i martum, do i pa i martum e nxit, po do sabër me bo. Forcon stomakun, ndihmon prodhimin e spermës, qel ngjyrën e njeriut, shkrin këlbazën, sekretin, dhe thot shpërlan stomakun. Në që sa efektet mira, vo kepa. Grimcat e qepës përdoren si ilaç kundër mungesës së pigmentit në disa zona të lëkurës vitiligo. A jeni pa për shembull disa që i kanë në për trup disa si janë si bardh apo disa vitiligo. Domthon mi marr kept edhe me i, domthon me e përdor, kjo është për këtë smundje me lenë Allahut subhanahu wa taala. Njeriu çdo ditë mëson, apo sheh? Pastaj thot, ajo përdoret si pomat në zonat e prekura nga alopecia, smundje lëkurës që karakterizohet nga rënja e flokëve ose qimeve të trupit, pjesërisht ose tërësisht. Po që të binë flokët, si krem me përdora, po. Po ta përziesh, thot, qepën me kryp,
si pomat, ajo zhduk edhe lythët në lëkur. Lythët që. Nëse i përdor ato, ja qëtë krypen kepës, nëse e qëtë tek lythi, ta hek me lena Allah subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot, nëse njeriu t'i përzihet pas pirjes së ndonjë laksativ është kur përdor diçka për me dal nevoje të mëdha, apo mu liru. Kjo quhet laksativ. Laksativ mund të jetë edhe mjalta nëse e përzini me ujë të vakt. Bine mos harroni që mjalta nëse përdoret me ujë të vakt, ma mirë tretet në trup. Se sa që është e trash, apo kur ta përdor një luk, kështu pa e tret, është ma rond, ma e fort është për mu tret. Ndërsa kur ta përdor si lang e bën, tamam si sok të bëhet, si lang. Ajo të kënaqsh subhanallahu. Ani mi qit edhe pak limon, mi qit disa pika, perfekt. Mëngjes mos sidomos me përdor ato. Në një mëngjes me përdor vaj të ullirit, një luk. Edhe ajo është si shtris subhanallahu. Para mëna. Sikur kerret me ku ti qesish vaj, i po vajnë e rikut ja qesish, qysh luna, u don ajo këtë senet janë mas mirë, dhe më thonë njërën më të mirë përdoren apo e she efektin, një të nxoj ki edhe në lukth, dhe më thonë e përdorën mas pari, dhe thëtë vajnë e ullirit, pas vajnë e ullirit e përdorën mjaltën, me ujë dë vakt, ja qëtë pak disa krip, disa pika limon edhe kryet punë. Pastaj thot, qepa thot, e asgjason erën e laksativve. Nëse e thith lëngun e qepës me hund, aje pastron brendësinë e kokës. Tërheqje, kështu. Nëse e tërheq. Ca pika prej lëngut të qepës në vesh, ndihmojnë nëse ki rënje dëgjimit, tinnitus, zhuru që ki në vesh. Edhe vjun që bën. Keni vrejt në herë. Pastaj thot, infekcionin apo ujë të mbledhur në vesh. Me grincat e qepës mund të lyhet syri nëse vuan nga katarakti. Apo. Pastaj thot, perdja e syve. Edhe për perdje të syve është e mirë. Me këtë rast, grincat përzihen me mjalt dhe vendosen mbi bardhën e syrit. Që kjo bardha e syrit është. Të më thonë kornea që është. Apo është mirë me i vendos. Qepët e zjera janë të ushqyshme, janë të ushqyera dhe thot, përdoren kundër verdhëzës. Verdhëza, a dini çka është? Sarilliku, hepatitis. Kundër verdhëzës është qepa e zier. Kollës dhe acarimit të gjoksit. Mos harroni vllazni, se verdhëza, hepatiti e shkakton virusi dhe viruset nuk i mbytin antibiotikat. Sa dush përdor ilaçe ti. Sa dush përdor. Antibiotiki futet në organizëm dhe nuk e njeh virusin. Nuk e njeh virusin. Bakterin po, a virusin jo. Hen virusin në trup, është si më sheft, shkon baktera, kush është në bën. Se virusi lidhet për trupin, për qeliz lidhet. E vjedhat ADN-n e qelizës edhe vasën e shumohet. Tankon shumohet. Atër çka duhet, që për shembull, antibiotiki dhe vaksina. Çka antibiotiki, çka vaksina? Vakcina e marrin ilaçin, po themi, apo prej virusit. Qatë ilaç e marrin, ta futin të në trup, e tash që ilaçi është marrë prej virusit, virusin për mbyt. Ndërsa antibiotiko është diçka tjetër. Antibiotiko është këtë diçka tjetër, apo si që shtëshin për para, helmin e mbyt. Njëjta gjë, për shembull, e marrin virusin vllazni, edhe ja marrin ADN-n e virusit, e bëjnë në për laborator dhe e bëjnë çka, e bëjnë ilaç. Qa ilaç futet në organizëm dhe e lufton ata. Apo kuptoni? Antibiotiki s'u e bën këta. Antibiotiki nuk e bën. Përveç nëse mirët ADN-ja e virusit, se aje nje, ADN e njëjtë është. I njëjti, dhe më thonë, është njëjti mirë, po vakcinat janë një lloj antigjeni, apo një lloj ilaçi, po themi një lloj ADN-ja që nuk është e fuqishme atë shumë, ty me të shkaktu smundje. Po çka bën ajo? Ajo direkt nuk e godet atë virusin, jo. Po çajo e nxit trupin me kriju antitrupa. Me kriju sa ma shumë, çka? Ushtar të organizmit. Forcoju.
E pastaj çaj trup me antitrupa i godet viruset. S'po dia për kuptoni. Çfarë mrekulli e madhe subhanallahu. Nëse mirëni për shembull një vakcinë vllazni, pse keni pak temperaturë? A dini pse keni temperaturë? Sepse ka hi një virus në trupin tonë, një trup i huaj ka hi nëpërmjet vakcinës. Tash çaj vakcinë po hit në trup. Trupi tash kush o ky? Spenje. Atër çka po bën ky trupi? Mirë po, që kjo vakcinë nuk është atë forcën e virusit, nuk e ka ty me të shkaktu smundje tash. Po kjo është vetëm me ta provoku ty sistemin imunitar. Me ta provoku. Po hin në trupin tonë, edhe trupi tash spenje. Çka me bo? Hajtë bëj antitrupa. Veç me nëzit çështja është. Si për shembull, po e zo, ti je në Kosovë që tu, edhe vjen një grup militant, i cili nuk është i fuqishëm me godit Kosovën si shtet. Dalin 10 veta me një kallash kundër një FSK-je, po e zo në Kosovë, apo? A mundën me bu diçka? Veç thjesht çka i bëjnë ata FSK-s? E trazojnë. Bravo. Veç e çajnë pi gjumit, edhe kjo fuqizohet, ata janë 10 vetë këta bon 5.000. Pse? Mos me pas çka? Mos me pas humbje FSK-ja. Sikur trupi. Mirë po virusi i vërtet, ku të vjen jo i vakcinës, ai të t'hin me 10.000-20.000 trupa. Edhe para të arsye njeriu smut. Derisa se para mena subhanallah, që është sistemi imunitar, hyn njerë virusi, për njerë antitrupi nuk formohet, nuk krijohet. Mas pari janë disa qeliza që se njohin virusin. Ata gjujtave gjujnë. S'din çka me bo. Se i panjofshëm. Derisa ta njohin që kjo periudhë ty të shkakton smundje. Kur të njifët pastaj, në fund kret virusi, kur del, atëherë krijon antitrupat që herën tjetër virusi njëjtë ku të vjen, ky veç thot ka dale, sa unë tash ty të një. Ti e ki qëtë armë, qëta, si të vjen, pse thënë një herë nëse të kara lija ujtë, pse së të vjen në herën e dytë? Pse? Sepse trupi ka mu antitrupa, e njef, e ka kodin. E me ardhë virusi tjetër, prapë smuje. Se çdo vjet viruset ndryshojnë, apo? Nese, pastaj thot nga ana tjetër, qepa mund të shkaktoj migrenë, dhimbje koke, gazdra dhe mund të errësoj të parët. Ngrënia shpesht ose tepruar e qepëve shkakton thot skleroz. Skleroza, harres është. Ateroskleroza. Ateroskleroza vllazni është gëlqerosja e enëve të gjakut. Çishon enët e gjakut, bohen sikur me qireq. Si me qireq. Tash ku të shkon gjaku aty, e ka problem për shkak të atij qireqi që është. Edhe për atë arsye njeriu harron. Ço ti fol mas 2 minuta të njëjtën fjalë prapë thot. Oh, harrova thot. E zakonisht në pleqni është. Mirë, por nëse njeriu është aktiv në fizikun e tij, domethënë ka sporte të ndryshme, ushqime rrugët apo në ushqime në ndyrna ku e diun në sheqer në këtë sene, atëherë njeriu është shumë nuk e ka ateroskleroza, apo nuk ka gëlqerosje të enëve të gjakut. Bukur. Pastaj thot, ndryshon erën e gojës dhe të shijuarit e ushqimit, thot, ajo shqetëson ata që ndodhen pranë teje, ashtu si edhe engjëjt, këto pasoja negative të qepës më njanohen nëse atë e përdor të zjerë, nuk ke efekt. Normalisht kur ka është e zjerë nuk shkakton erë, apo. Dhe thot, në synën thuhet se pejgamberi sa i urdhroi ata që han qepe hudrat i zbusin ato duke i zjerë, era rënd e saj mund të largohet prej gojës duke përtypur një gjethe agrumeje si limoni apo portokalli. Gjethe limonit apo të portokallit, nëse e përdor, ajo peheka do të thot erën e hudrës edhe qepës. Tash jemi te pika tek çështja tjetër është patëllxhani. Është një hadith i trilluar që thot, nëse ha patëllxhani duke bërë një diçka ajo dëshiron të plotësohet. Ky hadith nëse e nini është i rreshëm, është i shpikur. Thënjet të tilla nuk mund të dalin nga goja e çdo njeriu të zakonshëm e lërë mund nga pejgamberi alayhis salatu wassalam. Ka 2 lloje të patligjonave, domateve. I zi edhe thot i bardh. Disa thonë që patëllxhani është i nxehtë e disa thonë që është i ftoftë. Sidoqoftë ne mendojmë që është i nxehtë patligjonit. Patligjonit shkakton vrerë të zi, hemoroide shkakton. Dini çka janë hemoroidet? Mrapa, domethënë probleme që ka në anus, në rektum. Dhe shkakton vështërsi thot në frymarrje.
Patlıgjani i bardh nga ana tjetër nuk i ka këto efekte anësore të lartë përmendura. Patlıgjani i zi është më i rrezikshëm në këtë pikë, apo. Pastaj kemi hurmat e thota, tamr. Në disa hadithe shënohet se pejgamberi s.a.s. ka thënë, kushdo që ha në mëngjes 7 hurma, siç e tham, prej zonës së Alijes nuk ka për të prekur nga ndonjë helmim magji deri në fund të asaj dite. Edhe tham që është mirë, sidomos njerëzit e martuar, më thon trinjët tan kur martohen me u pajis me këto hurma. Ai sallallahu alajhi wasallam gjithashtu ka thënë, banorët e asaj shtëpie që nuk ka hurma janë njerëz të urritur. Më thonë është mirë me pas hurma se cila shtëpi. Ajo shtëpi që s'ka hurma janë të urritur. Janë të urritur. Po ashtu thot pejgamberi sa mi hante hurmat e thata me gjalp, me buk ose pa gjë tjetër. Hurmat e thata e forcojnë mëlçin, qetësojnë zorët, rrisin prodhimin e spermës dhe lehtësojnë dhembjet e fytit. Po ashtu thot nëse ha në mëngjes janë kundër krimbave, hurmat e thata e kanë fuqinë me i luftu krimbat. Ka krimba vllazni s'pëdi, a pe dini zakonisht tek fëmijët për shembull, unë vetë i kum pa, kur kanë dalë nevoje i ke pa krima të lëviz. Parazita. I shem tek fecesi, tek nevoja madhe, maranda i ki plot aty, subhanallah. Më thon para më krit që ato krima i ka pas në trupaj. Që i kanë bo atë, subhanallah. Ha spongit që theshin, të shejtani pjanë. Se këtë krima të ushqim prej ushqimit tënd. Qysh? Unë i kum pa kështu vetë me sytë e mi. Më thonë që lëvizin tamam. Edhe shpezët, qartë. Pikë tjetër, hurmat e thata janë fruta, janë ushqim, ilaç, pije dhe ëmbëlsirë. Po ashtu thotë fiku tash. Fiq, pedini. Fiku nuk përmendën sunetin e pejgamberit alayhis salam sepse ai nuk rritet në zonat e Hijazit, Medine apo në Medine. Fiqt kërkojnë një klim tjetër të ndryshme nga ato ku rriten. Allah është betuar në fikun librin e tij. Fiku është i nxehtë, i thatë ose i lagësht. Thot lloji më i mirë është fiku i bardhë kur është i pjekur dhe thot pasi ai ndihmon në pastrimin që grumbullohet në mëlçi ranishteve, që grumbullohet në mëlçin, prostat dhe shërben si substancë parandaluese ndaj helmimeve. Nëse ki mu helmu kur përdor ato, është një lloj parandalimi. Nuk helmohesh nëse i përdor fikun. Fiqt kanë më tepër vlera ushqyese ndaj çdo lloji tjetër, ata ndikojnë në pastrimin e mëlçisë edhe të shpretkës. Vllazni, mëlçia është laboratori i trupit. Po u pastru mëlçia, nuk ju i kapin smundjet. Krejt helmet e krejt trupit që ka shkojnë këtë gjaku, krejt të mëlqia shkojnë. A keni vret ku të qomin sabah me falë namazin e sabot, pa hinë vecena me dalë nevoja, është e pa mundur. Se cili prej nesh. Pse? Se gjatë natës mëlqia punon. Fabrikë është. Krejt i mbledh helmet, pi këtë trupit. E kur ti mbledh helmet, du të mi qita e t'i qysh. Ata i qetë në përmjet nevojës vogël. Nëse ta natën rinë quti, ti selen me punu mëlqin. Edhe i shkakton dëm organizmit tënd. Para tash jo është mirë, suneti pejgamberit subhanallahu, Allahu na falt. Mas namazit jacis me flet. Kemi një vllana në Prizren. Pëdin ish muezin atë. Ai Habiba mas 7 sate në xhomeki. 7 sate në xhomeki. Njoni i ka thonë Shekh Albani rahimahullahu taala, thotë shehu në mas jacis për një arflej. Thotë unë jam baba i tynve. Shekh Albani. Edhe unë flej çdo herë mas jacis, domethënë. Kjo është sunet i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ku është flej 7 sate? Pak e hiç. Përveç raste specifike kur ka që për shembull dersa apo gjëra ndryshme kur ka nevojë, se paramendo ti për shembull nëse flen 7 sahati, ki mundësi mu qu edhe me fal namaz natë. Këtë senet shkën rregull subhanallah. Mas namazit sabot nuk flesh. Hajde për shembull mas namazit sabot nuk flesh pak para drekës një gjysore flej, apo mas drekës flej një gjysore. Këtë senet ki në rregull. Po na këtë mrapsht kemi. Pastaj thot largojnë këlbazën që mblidhet në stomak dhe ushqejnë mirë trupin. Pastaj kemi thëridin, në dy sahijet vjen rrëfimi se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë lartësia e Aishës në krahasim me gratë e tjera është si lartësia e theridit. Ka gjykime të ndryshme, është mesele tjetër kjo. Dhe për fundi kemi palca e drurit të palmës edhe djathi.
Në dy sahijet shënohet ky rrëfimi i Abdullah ibn Omerit, ne po rrinëm ulur bashkë me pejgamberin alayhis salam, kur ati i sollën palc nga druri i një palmeje. I dërguari Allah tha, është një pemë që i ngjan muslimanit, sepse asaj nuk i bien kur gjethet. Përshet palcën e drurit të palmës. Palca e drurit të palmës është e ftoftë dhe e thatë në shkallë të parë. Ajo thot i shëron ulcerat. Ulcera, më thoni, thatin lukth. Apo. Thot ndalon hemorragjia në gjuhën latine është gjakderdhja. Diarea është barkqitja, edhe kundër barkqitjes. Vrerin e verdh, pe dini vner që dele, po, edhe ato, qetson tensionin e gjakut. Palca e palmës nuk dëmton, por nuk është shumë e ushqyeshme, pasi nuk tretet lehtë, dhe për fund e kemi djathin, thot në Sunenin e Abu Davudit shënohet rrëfimi për Abdullah ibn Omerit, se njëherë kur ndodheshim në Tebuk, pejgamberi sa i sollën ca djath. Sollën pak djath, thot ai kërkoi një thik, e përmendi emrin Allahut dhe pastaj thot e preu djathin. Ndërsa për sahabët ka dëshmi që ata kanë ngrënë djathin kur kanë qenë në zonat e Irakut dhe Shamit. Djathi pa krip është i mirë për stomakun. Ka djath pa krip, shesin edhe djath pa krip, një pak është i pa shishëm kështu, mirë po shumë i mirë djathi pa krip. Krypa është shkatrues vllazni. 2-3 gram ditë duhet më përdor kryp, hiç më shumë. Po i përdorë më shumë, ki probleme. A me veshka, a me tension, a me këtë senet. Edhe sheqeri që ashtu. Nëse i përdorim me mas, atëherë nuk është problem. Nëse i përdorim pa mas, a krypa i run krejt, edhe djathin, edhe krejt i run krypa. Edhe lëngrasoj, kur të bëjmë për shembull, krypa i run. Nëse krypën se ki, atëherë mishin mësej. Krejt i run, subhanallahu. Paramendo për shembull sa i fuqishëm është krypa që po t'i run këto sene. E çka i bën trupit? Ose shikone ju krypën çka bën kur është dimni në për rrugët tona kur ka akëll. Çka i bën? E shkrin, o vllazni, e shkrin. Çashtu trupin ta bën, subhanallahu. Shumë i rrezikshëm është krypa. Më bos shumë kujdes prej krypës. Po ashtu thot i lehtë për organet e trupit, krijon mish dhe qetson barkun thot. Djathi kriposur nga ana tjetër me kryp, thot është më pak i ushqyeshëm. I keq thot për stomakun dhe për të brendshëm. Djathi i vjetër dhe i shkrir në zjarr ngros stomakun dhe është efikas në rastet e ulqerave dhe diares, deri në takimin e radhës me kënaja. Pastaj edhe fara e zezë, këna. Për dini këna që i qesin gratë, më thonë këto do t'i trajtojmë inshallah taala. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.